Faleminderit shumë doktor për këtë pjesë të dytë të programit dhe për këto sqarime shumë të rëndësishme që i bëhet sonte në këtë program të sontëm. Prandaj më njëherë do të nisim me pyetjet të dëgjuesve tanë të cilat kanë arritur. Thotë, përshëndetje, me selamu aleikum për juve dhe doktorin në studio, desha të pyes doktorin me që është kaq i rëndësishëm morali në islam dhe i ka dhënë një peshë të veçantë Allahu moralit, a do të thotë që të pamoralshmit pothuajse mund të jenë të pafalshëm nga Allahu? Jo, mos keq kuptohemi. Jo, ata janë të falur inshallah, ata janë të mirë së ardhur dhe Allahu xhaleshanu i pret ata ditën atë dyert e pendimit, dyert e kthimit ka Allahu xhaleshanu të hapura 24 orë pa ndërmjetësues, nuk ki nevojë as për hoxhallar, as për haxhiler, as për sheler, as për hafizlar, as për profesora, drejto direkt Allahu xhaleshanu në atë moment kur ti vendos me bë reforma, kur ti vendos me bë revolucion në zemrën tënde. Ata cilët janë pamoralshëm, këtu kanë defekt në zemrat e tyre dhe në kokat e tyre. Këto defekte fiksohen, rregullohen. Si të rregullohen do thotë? Normal, nëse personi dëshiron me rregullu këto defekte shpirtërore dhe psiqike dhe morale, është mundësia. Është mundësia, dietarët janë, ekspertët janë, Kurani është, fjalët e pejgamberit alayhis salam janë, fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, pyetni ata cilët dinë dhe janë ekspert nëse ju nuk dini diçka. Prandaj, ata cilët nuk janë, se rënd po vjen shumë rënd me thënë pa moralshëm, por nuk e kanë kuptuar ndoshta filozofinë islame, nuk e kanë kuptuar shpirtin islam dhe moralin islam dhe etikën islame, nuk e kanë kuptuar, kanë qenë një jetë 20 vjet, 30 vjet, 40 vjet, 50, 60, jo të moralshëm, me mëkate, me gjitha zezat, kanë shkuar ato ditët. Tani ai ndëgjova sonte këtë fjalë, po, tani a je gati ti me bëni një ndryshim shpirtin tonë, një revolucion, një reformë, një shpërlarje, një servisim, po shprehem kështu me kuptuar më mirë, po, me tybe dhe istikfar. Çka është tybe dhe istikfar? Po me tëube. Me njëherë mund dal nga ato vepra të këqija, nëse je sinqert, nga alkooli, nga droga, nga trafikimi i prostitute, apo prostitucioni, apo vjedhja, apo kamata, me njëherë mund dal automatikisht nga vepra të këqija, po, me njëherë mu pendua thellë në zemër dhe në kokë. Qa ke bon, mu pendua thellë, mirë, zijeni qash me në vend të shtëpia natën, ku nuk sheh kurkush, dhe ulu me qaj, me zemër, me vaj, për gjunat e tua, për hallin tënë, qa ke bon, dhe shyshur Zoti, apet s'ta ka marrë shpirtin që të gjendje, ta ka mundësu jetën dhe i sante, ti me bë tybe istikfar, pendohu, shumë pendohu, ja jo alladhina amenu, tubu ila Allahi taubatan nasuha, oje të cilët keni besu, pendohuni te Allahu një pendim të sinqert. Kemi folën në disa emisione të harshme, çka do të thonë fjala nasuh, do të thonë një tobe e cila është e thellë dhe sinqert, do të thotë, Dhe numër 3, bëni jetë në zemër, sonte, bëni ata sikur se në telefon settings, po programohu veten, kur mos më kthye. S'ka më notification, s'ka më mesazhe të gabuara me ardh, s'ka më diçka tjetër, edhe ti inshallah do të jesh i shpëtuar, do të jesh prej të dashurve të Allahu xhaleshanu dhe të dashurve të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Këto 3 kushtet, pendim të sinqert, ndërprerje automatike veprave të këqija, pendim të sinqert, kushti i dytë, dhe niyet dhe qëllimi vendosja kur mos më kthye janë esenciale nëse i ke borxh dikujt, po në aspektin financiar, i ke marrë pare, e ke zapundën e tokë në mënyrë pa drejt, ke manipulu me letra, me noterin, me avokatin, shit verit, jënë para lufte, mas lufte, shtëpit e uzurpora, kthejt e shok, largohi haramit, dhe atëherë ty të pranohet të ubja. Besoj që isha i qartë në këtë aspekt, për ata cilët se kanë kuptuar, se s'po them pa moralshëm, po se kanë kuptuar esencën dhe shpirtin e moralit dhe etikës në islam. Faleminderit. Faleminderit juve. Pyetja radhës, doktor, vjen kështu. Thotë përshëndetje, me selam për juve në studio dhe për doktorin, dhe më intereson të di se
duke jetuar në këto kohë me sfida, në këtë periudhë kohore e cila na sfidon shumë me gabime dhe gjunahe të mëdha, a do thotë që për njeriu është më e vështirë pendimi, dhe nëse është më e vështirë pendimi, cila do të ishte rruga e sugjeruar më e lehtë për të penduar një besimtar për të kthyer në rrugën e drejtë? Pendimi, vallahi i dashur, oj motër e ndershme, hiç nuk është i rëndë, është i lehtë. Mu pendu këtë bëj me gjuhën, këtë bësh me vendosmërinë tënde, me shpirtin tënd, domethënë. Hiç nuk është pendimi i vështirë. Po vullneti, problemet tani është vullneti dhe vendosmëria jote dhe sinqeriteti yt. Ti sa do të jesh i vendost apo e vendoste, dhe ti sa do të jesh i sinqert apo sinqert për fjalë çka po i thon. Çka po i thu? Se me pendu është shumë lehtë. Astaghfirullah, po pendohem te Allahu xhaleshani. Po pendohem për gabimeve, ato 3 kushte i tregova unë. Po ndërprehem automatikisht, po nuk kthehem kur, dhe çka vendosi, do thot mos mund. Po më pendohem shumë për ato që kam bërë, dhe kur nuk kthehem, rregull. Edhe vazhdoj 1 ditë, 2 ditë rregull me këtë gjendje. Po shkaku i sfidave tani, shoqërisë e keqe, mediave të këqija, përsëri unë vinë në grackën e shejtanit dhe në kurthin e epshit. Përsëri zhytem në maqalin e gjunave të lloj-llojshme. Çka më bën? Zhytem nga dobësia e zemrës, zhytem nga dobësia e imanit. Përsëri unë njeri me personalitet të dopt, me iman të dopt, apet bro mashtrova, apet mashtroi shejtani, po shkova në disco club, po shkova në klubin e natës, po e qova një got, e qova një birë, e kalova natën dikun, ku s'duhet me kalu me haram, po përsëri ty të thret Islami, përsëri ty të thret Kur'ani, dhe mos u dorëzo. Mos u dorëzo, do thot. Ti do të jesh me një luftë të vazhduar kështu. Do të vazhdon me shpirtin tënd dhe me egon tënd dhe me nefsin tënd. Do të vazhdon. Mirë po, mos haro. Mos haro këtë. Nëse tallesh, nëse pendohesh, sa hajt me një jetë, Allah i mi fal, Allahu Ghafurur Rahim, Allahu falsi i madh, është i mëshirshëm i madh. Po pendohem me këtë qëllim që më kthy përsëri në gjuna, kështu, ke kujdes, është shumë një zonë e rrezikshme. S'po them që Allahu s'ta pranon, po jetu lut shumë, do thot me Allahun xhaleshanu, është rrezik që edhe mos mu të pranuar. Është rrezik që edhe mos mu të pranuar mendimi yt, nëse ti tallesh, i bën hile vetes dhe mundohesh me i bëj hile edhe Allahu xhaleshanu. Po sonte, po kaj, po falë namaz, po shkojnë në xhami, po apet nesër prama, apet kthejnë në rrugën e mëshme. E kështu Allah thot në Kur'an, wala tattakhidhu ayati llahi huzwa. Mos i merrni dhe mos i përbuzni, mos i merrni në përkëmb, mos i merrni në përkëmb, po ajetet e Allahu xhaleshanu, dispozitat e Allahu xhaleshanu, shenjat e fesë islame mos u tallni, mos u tallni. Largon nga shoqëria e keqe, largon nga i vendi keq, largon nga banesa nëse jetu dikun i kicimert, çka janë rrugës të keqe, nëse jetu banu me qira dikun një student, largon prej tyre. Kusht është për me pas efekt, po shëndeti yt psiqik dhe besimi yt dhe morali yt islam, sikur sa aspekti i pandemisë. Ti mu largu për vendit ku janë të infektuar personat. Ti mu largu, nuk ka që të rrugdalje. Nëse rrin me qëta shok të njëjtë të këqij, me ato shoqet njëjta, pi nëse je motër, po çka po ndëgjon, ti përsëri do të zhytesh në mendime. Prandaj duhet më largu nga ata, me gjetë një ambient të pastër, po mu izolua, vet, s'po them u fut në karantinë, po mu izolua, po dhe me startu një jetë të pastër. Kështu ti e shpëton veten dhe je më afër suksesit. Allahu ndihmoft, Allahu edhe neve na ndihmoft, edhe çdo kënd i cili është i sinqert dhe kthehet Allahu xhaleshon. Faleminderit. Faleminderit. Doktor, kemi në inkuadrim telefonat të radhës. Selamu alaikum, mirë se erdhët. Aleikum selam. Unë deshta me pyetën hoxhën, ajetin surën Hashr që thot
O ju që keni besu, që keni përgatit për ditën e nesër se Allah është mirë informuar. A ka mundësi hoxha pak me aliboru këtë gjallë? Edhe a është ky ajet që i mbulon çështjen e moralit kështu në përgjithësi më shumë? Faleminderit nderuar Hoxhi për pyetjen. To ajetet në surët al-Hashr, në fund të surët al-Hashr, ja ju alladhina amanu ittaqullah, o ju të cilët keni besu, ta keni dron, frikojeni Allah xhalla shanuhu, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dhe çdo kush nga ne let jeti kujdesshëm, çka po vepron, çka po përgatit për ditën e nesërme. Shifni, shumë është ajet që e falenderojmë Haxhiun për këtë pyetje dhe për këtë rikujtim, shumë është me rëndësi që këtë ajet ta kemi gjithmonë parasysh në makinë, në dhomën tonë, në punëtorinë tonë, po në zemrën tonë, Allahu xhalla shanu. Edhe me çfarë punë ti po shkon nesër te Allahu xhalla shanu. Wal tanzur, urdhër Allahu xhalla shanu. Nefsun, çdo shpirt, po ma qaddamat lighad, çka ka përgatit për të nesërmen apo për atë momentin e ardhshëm që të vjen. Wattaqullah, edhe kini kujdes Allahun xhalla shanu në çdo aspekt. Përsëri, po fillon ajeti, ja ju alladhina amanu ittaqullah, po frikojeni Allahun xhalla shanu, kini kujdes, jeni të vetëdijshëm, çka po veproni, ha? Me çfarë po shkoni te Allahu xhalla shanu, po shkoni dur thot, apo po shkoni me vepra të mira, apo të fund ajeti po mbaron wattaqullah, inna Allaha khabir, se Allahu fort mirë është i njoftuar se na çka veprojmë. Prandaj është shumë e rëndësi kjo, domethënë ky ajet të gjithmonë të na rikujtojë neve për këto vepra, do të thotë edhe për moralin dhe etikën islame. Domethënë, kemi shpesh ti Allahu na dhe shtime vetëm na jemi të kujdesshëm. Selam aleikum. Po, Aleikum selam. përsëri mirë se erdhe. Apo në gjëram. Po ju dëgjojmë. Përshëndes Hoxhën. Deshta me pyetën se ajetin në surën Hashr që është, Po e që thotë Zoti, o ju që keni besu, i dashur që keni përgatit për ditën e nesrit dhe se Zoti është mirë informuar. A ka mundësi Hoxha pak me elaboru këtë ajet edhe a është ky ajet që përket pak edhe çështjes morale? Po, Haxhi, i dashtën e elaboru me doktorin, do thot pasi e morëm në herën e parë pyetjen, kështu që e kemi shpjegu dhe patjetër në radio mund ta dëgjoni. Nëse keni ndonjë pyetje tjetër, me kënaqësi do të Anë brose ju ndëgjoj një lidhje, pro. Faleminderit. Selam aleikum te ne. Selam. Do shta i ka shku doktor pak me vonesë atje për shkak transmetimit. Nuk e kemi marrë pyetjen. Mirë, do të vazhdojmë edhe me një pyetje tjetër, doktor, që është me shkrim e ardhur si pyetje e fundit të paktën deri tani. Apo do të marrim një telefonat, më pas do të vazhdojmë me leximin e kësaj pyetje. Selamu alaikum, alo, mirë se erdhët. Aleikum selam, mirë se keni ardhur. Më falë edhe një herë, nuk po dëgjoni mirë. Përshëndet profesor të dhurim Shitë Bajrami. Faleminderit. Faleminderit. Keni ndonjë pyetje për profesorin? Po, ju dëgjojmë. Keni ndonjë pyetje për profesorin? Po, përshëndetje të dhurim Bajrami dhe profesorit. Faleminderit. Shkulluk që edhe për dhe shpjegim dhe të ajtëve që shpjegoj profesori apo të dhe më thola rrën gjërë tjerë. Pyetja ishte ishte që në pajtim profesori në të folën për moral për letë. Më falë, të kërkoj falje, po dëgjoni pak dobët, nëse ka mundësi të dilin në një pjesë ku keni më internet më të mirë për shkak se po vjen zëri me shkëputje. Po, që me një. Faleminderit, më i bani halal. Nuk do më gjatë të shkuash për me vëshme.
A do të ishte në pajtim profesori që fitet, faktikisht folim shumë musliman rreth moralit e tipit. Do të ishte në pajtimi edhe pak para sporca, ligji për zbatimin e moralit. Për shembull, do të përndi këto ku jetën për momentin janë ligjet janë do pika që zguzon njëri me të jashtë që të moralit dhe normal të shkollat. Në botën tonë e keqardhje, shumë dhe kemi të liga të këshilla ato ku i shpoj edhe profesorit. Po më gjithë pak si në brapa. Do të ishte vajtim që po thonë dhe këto morale duhet pak pa procesur. Si më thonë në i ligjit pak kontrollit. Apo si shkujme dhe me fjallën tonë në shperiat. Faleminderit, do të mundohemi me atë sa kemi kuptuar të japim një përgjigje për shkak të internetit të dobët, nuk e di sa kemi arritur ta kapim pyetjen saktësisht, por gjithsesi do të përpiqemi bashkë me doktorin ta rielaborojmë pyetjen këtu. Inshallah. Faleminderit. Aleikum selam. Doktor, me sa dëgjova unë të paktën dhe me sa arrita me kuptu është krahasimi me ligjet e tashme edhe shariatin, të paktën me sa arrita unë ta kuptoj, nuk e di ju, a keni atur të merrni diçka më shumë sepse është edhe unë që tu pajtohu me ty. Po. Që tu tani është puna, ligjet, po marrë parasysh tash në Perëndim ku jetojnë ata vëllezërit apo te na. Sa i përket moralit të përgjithshëm, etikës së përgjithshme. Shihni këtu duhet të bëjmë një dallim. Sot ne mundemi lirisht me konfirmua dhe pa dyshim se në aspektin formal ligjet perëndimore, përgjithësi, ligjet perëndimore, shtetet të ndryshme, në aspektin formal, po ata kanë disa etika që do të thotë ndoshta edhe më të mira se sa shumë vendet muslimane, në aspektin dhe jashtëm. Për i përmbar atyre do thotë rregullave apo moralit publik, etikës publike, nëse bën më shpreh do thotë sa i përket pastërtia e rrugëve, po thotë të mos bëjmë zhurmë në tren apo në autobus, në mjetet e transportit, ta respektojmë rendin, nëse jemi duke pritur diku në lokal apo në një supermarket për të blerë diçka, po të jemi të sjellshëm gjatë rrugës, po e tjera ta i kemi vërejt në shumë vende, sidomos kur kam qenë në Japoni, po në Singapur, është diçka, është e pabesueshme se kinezët apo japonezët ku kanë ardhur këtë aspekt. Rregull? E tash edhe me përqindje, në dallime të vogla, edhe Perëndim, Gjermani, në Zvicër, në Angli, shohim kështu. Dërsa dikun vendet arabe, muslimane, tek ne trojet shqiptare, këto gjanat akoma do thotë populli s'kan ardhur në gjendje për me i mirë kuptuar, apo nuk e ngrit në këtë nivel, në këtë moral. E këtu ne duhet të ngritemi përpjet. Ata na kanë kaluar këtë aspekt, na kanë kaluar do thotë këtë aspekt, i kanë praktikuar këto etika tona, çka po i flasim na, dhe jeta atyre është sistematizuar më mirë se sa jeta jonë. Në aspektin social, në aspektin do thotë publik, është sistematizuar shumë më mirë se sa jeta jonë. Edhe jeta e muslimanëve, qoftë në Arabi këtu te na, apo trojet tona shqiptare. Deri këtu besoj që i pajtohen edhe ju. Po problemi tani çka është? Etika islame dhe morali islam nuk mjafton me kaq. Ata e kanë praktikuar këtë pjesën e jashtme, ndërsa tani në islam edhe në Kur'an, si do të shohim inshallah edhe javën e ardhshme, po ekziston edhe etika personale, morali personal i njeriut. Gjë që këtu ata kanë ngel, të gjithë kanë rënë poshtë, me përjashtime të vogla. Do më thënë morali publik, etika publika është prezent, ndërsa tani etika personale, shpirtërore, individuale, e njeriut, këtu tani ata kanë problem. Kur them këto kanë problem, tani po i tregoj disa shembuj. Tash prej etikës morale që muslimani do thotë nuk guxon me rrejt ku.
personale, individuale, duhet me konsideru zemër, rrena është ndaluar rrepsisht. Sa tani ata praktikojnë këtë çështje, do thotë që nuk gënjen kur jetën e tyre private, as me veten e tyre, pas edhe me atë publike. Ha? Ka, mundemi do thotë me gjetë, edhe po edhe jo. Po kthejmë tani, aspekti moral dhe individual islam, etika islame, po mendimet mira pozitive me pasti për dikon tjetër. Mendime pozitive. Po marr parasysh kush është ai para teje, deri në atë moment kur sheh diçka keq nga ai. Kur sheh diçka keq, rrezik, atëherë ti do thotë aktivizon veten tënde, forcat tua për më rujt. A fillimisht ti duhesh me mendu pozitivisht për dikon tjetër. Sa jenë në gjendje ata me mendu pozitivisht mirë për njëri tjetrin? A keni pa për shpesh herë, po unë po tregoj shembuj tash. Erdha në Osaka, në Japoni, mora trenin më ardh, po nga aeroporti mora trenin më ardh në Osaka 40 minuta me tren të shpejt. As kush, as që ofruar një fjalë me të pyet, do të thotë se nga je kush ka na ke nevojë për ndihmë diçka. Derisa unë ofrova me pyet dikon anglisht se ku është ky stacion, se këtu më duhet me shdrip te hoteli. Çdo kush e këshir ka hallin e vet, punën e vet, ose lexon të në libra apo diçka. Po sa kemi pa në perëndim në Gjermani, në Zvicër, që kojshiu, se njeh kojshiun e tij. Fqiun e tij nuk e njeh fare. As nuk don me njoft vela. E ka pas raste që kam vdek persona dhe xhenazat, kanë filluar do thotë edhe xhenazja mu prish kufoma, nga era keqe kanë ardhur do thotë ndihma e shpejt nga jashtë dhe kanë thyr derën se nuk ka pas hyrje dalje. Mirërisht, shifni. Këto smundje kanë dëpërtuar edhe në botën arabe, edhe këtu në Arabitë na. Edhe shumë kemi më pa edhe në Arabinë Saudite, po edhe në Katar këtu, po ka shumë raste që edhe kujshiu nuk e njeh as ndoshta edhe nuk i flet. Mirërisht. Kjo nuk është islame. Etika morale islame tani mendimi mirë për dikon tjetër. Etika morale islame është tani çka që me luftu ti do thotë me lik burimin e pastër halal të fitimit. Rroga jote më kon burimit pastër. Pse? Po mban familje, po edukon fëmijë dhe se do të përgjigjesh para Allahut. Sa kjo etik dhe ky moral është prezent, është kjo moral individual, ndërgjegjja e tij, zemra e tij, sa kjo është prezente do thotë tek ata të perëndimit që ai përmenda, edhe pse publike, aspektin publik janë në rregull ndoshta, po këtu kanë probleme ata. Nuk mendon ndoshta a fiton prej alkoolit, a prej bigjozit, a prej drogave, apo do një shesin domethënë armë, apo barna kimike të ndaluara, apo diçka tregti e ndaluar, po shumica, po du më pasturu. E shumë raste tjera tani nuk po du të thotë me hyrje detale, ne kemi në islam edhe moral individual. I thënë akhlaq at-tahalli, i thënë gjuhën arabe. Morale, etika cilë do ti do të ëmbëlsohesh me ta, pasurohesh me ta. E këta janë akhlaq al-muamalat me tjerë në moralit, domethënë sa i përket me marrëdhëniet sociale, kjo është tjetër. Ja kemi edhe akhlaq, edhe moral dhe etik, at-tahalli biha al-fadail, wal akhlaqiyat, po virtyte çka do çdo person mu hijeshu dhe mu pasuru me ta. E këtu ka ndallim perëndimi nga muslimanët. E këtu tani vim na me alternativë kuranore dhe me Kur'an dhe me programe që na edukojmë edhe shpirtërisht njeriun, po edhe publikisht. Besoj që isha i qartë pak për përgjigjen e këtij vllau sonte, dhe besoj që më do të bëj program sonte po tamam, nëse nuk ka ndonjë pyetje tjetër në rëndësi. Mendoj se është një pyetje me rëndësi, ndoshta do të mund të përgjigjemi shkurt, por po besoj që do të jetë e rëndësishme. Thotë kështu, cilat shtresat të popullsisë janë më të prekura nga dështimi në moralin e tyre? Më shumë janë të prekur rinia, mosha e shtyr, mosha e mesme apo fëmijët? Cila shtresë e popullit është të prekur? Po këtu, sipas analizave tona dhe studimeve tona, nga morali i keq, nga etika e keqe, thashti këtu futen të gjitha shtresat. Edhe fëmijët, edhe familje, por tham familje këtu tani janë fëmijët me mosha të ndryshme, po vijnë tani edhe prindërit me mosha më të shtyra. Dhe thot, sherri
dëmi i moralit të keq, rreziku i moralit të keq është i gjithanshëm. I kap apo nga ky moral i keq, efekt, do me thonë, ku mundet mu efektua negativisht, po mu infektua negativisht fëmijët prej moralit të keq të vëllezërve apo të motrave më të mëdhenj, vëllezërit dhe motrat më të mëdhenj nga morali i keq i prindërve dhe etika e keqe e tyre, dhe kështu pastaj këta kur dalin në shoqëri, shkojnë në shkollë, takohen me të tjerët, e reflektojnë ato çka kanë në shtëpi. Prindërit e reflektojnë atë moral, atë etik, të cilët do thotë e kanë jetën e tyre bashkëtorë, dhe kur shkojnë dikon ndoshta edhe nuk janë në gjendje më kuptua apo më mirë kuptua dhe ndikon edhe kjo negativisht. Prandaj nga morali i keq, sipas analizave tona, infektohen apo kanë ndikim të madh, domethënë konsekwencat janë të mëdha, efekti është shumë i madh negativisht gjitha shtresat, nga fëmijët, nga ata që kanë moshë rritur, adoleshent, edhe pastaj vinë edhe moshatarët. Këtu tani qëndron obligimi i shtetit, obligimi i ministrive, arsimit dhe edukimit, se me çfarë morali dhe çfarë etike na po edukojmë fëmijët tanë nëpër shkolla, se si duhet të vishen ata, se si duhet të ushqehen, me kënd duhet të shoqërohen, çfarë fjalor ta përdorim, si të sillen me mësuesit, arsimtarët e tyre, si të sillen në rrugë, si të sillen në shtëpi. Kjo është obligim tani esencial i çdo prindi, çdo institucioni, çdo shteti. Këtu vjen tani Kurani me alternativën shpëtuese, edhe fjala e pejgamberit alayhi salatu vesselam, që atë kemi ideal, që thamë që në fillim, prandaj kur i themi në fëmijëve tanë, në shkolla, në punëtorëve në kompani, po antarëve të familjes në shtëpi, shifni pra modelin ton, shifni pra idealin ton, Hazreti Muhamedi alayhi salam, se si është sjellur, çfarë morali ka pas, atëherë të gjithë mundohen me këshyr këtë ideal, këtë njeri madhështor, këtë njeri të bereqet alayhi salatu vesselam, që ka dërguar Allahu xhaleshanu rahmet për neve. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dërgimi i pejgamberit ka qenë rahmet për ne. Allahu na ndihmoft, Allahu na ruaj nga morali i keq, nga etika e keqe, se është me të vërtet një temë nxehtë dhe kem nevojë inshallah me elaboruar dhe javën e ardhshme dhe me kuptuar realitetin e gjendjes sonë dhe rëndësinë e çështjes së moralit në sistemin islam. Allahu ju shpërblet, ju falenderoj sinqerisht për inkuadrimin dhe interesimin tuaj dhe moderatorët dhe ju falenderoj. Të shifemi inshallah në emisionet e ardhshme. Selamu alaikum. Aleikum selam, faleminderit shumë doktor për kohën, për ligjërimin dhe për shpjegimin e kësaj teme dhe sigurisht dëgjuesit tanë do të kenë mundësinë, pra të gjithë ju që po na ndeshni, do të mund ta dëgjoni pjesën e dytë të programit sot një javë dhe do të vazhdojmë me trajtimin e temës së njëjtë, prandaj ju ftoj të bëheni pjesë e programit edhe gjatë javës, pse jo me pyetje mund t'i shkruani, ne do t'i arkivojmë që është tema e njëjtë edhe në javën e ardhshme dhe do të përpiqemi që t'i seleksionojmë ato pyetje të cilave nuk arritëm t'ju përgjigjemi sonte. Doktor edhe njerë ju përshëndes dhe ju falenderoj shumë për kontributin dhe kohën tuaj. Asalamu alaikum për juve dhe një javë të mbarë deri në takimin tonë të radhës. Aleikum selam, rahmetullahi, ju përshëndes edhe unë, Allahu ju ruaj. Ne miru pafshim. Miru pafshim. Të dashur miq të nderuar dëgjues të radios së Dituria Islame, ishim në transmetim të drejt për drejt në emisionin Jeta me Kur'an. Ishte edicioni i 14 sonte që realizuam së bashku me profesor Dr. Hafiz Hajreddin Hoxha. Ishte ky transmetim i drejt për drejt në radio Dituria Islame.net dhe kështu së bashku diskutuam me doktorin, do të trajtimi sonte ishte mbi moralin, ishte tema e cila u trajtua sonte në këtë emision të drejt për drejt. Prandaj, në emër të stafit të radios Dituria Islame, në emër të gjithë ekipës që përkujdesen për realizimin e programeve tona të drejt për drejta, dhe në emrin tim Avni Lugishi, ju përshëndes duke ju dëshiruar një natë të qetë të mirë, nesër një ditë të mbar e të suksesshme, deri në takimin tonë të radhës, mbesni të përshëndetur me selamu alaikum. Natën e mirë.